Për sebepeve që njeriu e çon pesh është kur nuk ja di vlerën gjanave të cilat i ka. Mas pari dini që ta man anën psiqike rahat, çdo gjë, çdo fatkeqësi që të ndodh, ti kur e ki fen thu Kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Thuaj, nuk na godet asgjë përveç asaj që ka shkruar Zoti për neve. Ajo është evliaja jon, i dashni jon. Pse kjo pjesë? Pse bashkë kjo? Çka do të na godet? Kur mos harroni se Zoti më shumë do se sa ti që do vetën tonë. Pra është evliaja jon, i dashni jon. Edhe pse na ka godit me nejt keqe. Kur jemi mirë, elhamdulillah, pak me bom, me na lujt puna elbete, fillon me u lëkund imanin zemrat tona, të vëkulli, mështetja në Allahun. Ibrahimi a.s. të hudhë në zjarë, absolut, a 0.0.0, 1% nuk për i lëkundet mështetja në Allahun. E ti, kur e ki që ti iman, qka do që të ndodhë, ti je i mështetën që shduhet.